është një absurditet të thot me gojë, burgun e bën ti. Unë shpresoj dhe besoj që prokuroria e posaçme do shkojë deri në fund, qoftë edhe duke pyetur. Të duhet edhe çdo njeri që thot më tha shefi, më detyroi shefi, ma kërkoi shefi, nga përpara ligjore është nul, burg shkon ai. Ish drejtoresha e Akshit tha Jalash Barci, që ishte skandaloze në fakt, po është pastaj gjë tjetër. Po vetëm 30 sekonda me lejen e Tomorit. Çfarë unë shikoj më shqetësuese në gjithë këtë histori? Fevzi, ky grup i dyshuar kriminal ka patur akses në gjitha databazet sensitive të vendit. Domethënë që nga kadastra, që nga regjistrimi i pasurive, se kemi patur legalizimin nëse e mbani mend më përpara, tek serverat që kanë të bëjnë me shëndetësinë, tek sistemi Teams, tek sistemi Aksikut e tjera me radhë. Dhe të gjitha këto informacione që ne flasim, që janë informacione sensitive, përfshirë dhe informacionet e të gjitha serverave të policisë, sepse ne kemi programe të ndryshme për gjurmët e gishtrinjve, persona të kërkime tjera me radhë, këto sot janë duar të pa autorizuara dhe ne nuk e dim dëmin që mund shkaktohet nesër përmes rrjedhjeve të këtyre të dhënave që mund të cënojnë. Pra mund të tjetërsohen, mund të shkatrohet komplet sistemi kadastrës. Po, atë ju e keni vitur dhe më parë. Një ndër problemet më të mëdha që mendoj... Po, më duket të këto figuron të një që këshim fshirë komplet një gjë në për regjistrimet. Pa të duhet jenë dhe me letrën kadastrë, nuk është ka që kollajshme. Ka një problem shumë të madh. Ju e dini që para disa kohësh pati nga Indiri Artan Lame, nëse e kujtoni, në studion tuaj, pati një kallëzim edhe një pretendim ngritje zëri nga ana e tij, që njësër regjistrash kryesisht për zonat bregdetare ishin zhdukur fare fletët. E vetmja mundësi ishte të mbeteshin në server. Çështja është në duart e kujt është serveri i kadastrës, ku flitet për pronat e gjithë qytetarëve shqiptar, ne nuk e dimë. Ka pasur akse. Tomori, kush është çështja më e madhe sipas teje? Shiko, për nga sasia nuk mund ta quash Akshin, sepse ka infrastruktura ka shumë të tepërfonde. Por për nga modeli Akshi ka qenë modeli më i rrezikshëm, sepse këtu u krijuar një superstrukturë. Qeveria centralizoi të gjithë, po themi, sektorin teknologjisë së informacionit tek një agjenci që ishte Akshi. Dhe këta kishin ta bënin strategjin, bënin politikat, bënin tenderat, mbikëqyrnin tenderat, kontrollonin tenderat, certifikonin tenderat, pra nuk ka rast të ngjashëm. Pra me një dorë bëj gjithë qarku. Pra ishte një celul që kontrollonte komplet këtë sektor. Dhe check and balance nuk ekzistonte fare. Nuk ishte, se ti për shembull parimisht ke autoritetin rrugor shqiptar që bën tenderat e rrugës, po ke ministrinë në nivel politik që e mbikëqyr. Pra ka një check gjëra. Ka një check and balance. Edhe një kompani mbikëqyrse. Edhe tunelin e Llogaras e ke modelin më të mirë që ta marrësh për kazus të jaqosh për çdo nivel korrupsioni kur kuptohet se si flyhet kontrata. Ka metoda e metoda. Por kjo që ndodhi me Akshin ishte super e rrezikshme dhe u provua që ishte e tillë. Dyshimi im është që është bërë qëllimisht e tillë, sepse ishte më kollaj duke centralizuar që ti ta kontrolloje dhe të bëje ato që kanë bërë. Ti çoje parat ku doje. Tani, për ta kuantifikuar se sa është pjesa e parave që është vjedhur, është abuzuar. Që është shumë e vështirë ta gjesh. Kjo është shumë e vështirë. Së pari duhet të jetosh gjithë tenderat që ka bërë agjencia për ta nxjerrë. Ka një metodë. Ka një metodë si ta gjesh. Ka një metodë. Sa i thot kanë bërë update. Hajde gjeni sa kushtona. E di si e gjen. E gjen me kosto të shumë. Sepse ti për të bërë një program ato se bën as prokuroria se tusi e bën për të bërë një programim apo një program caktuar kodifikim çfarë quhen këto, angazhon një numër punojësish apo jo, programues që punojnë aty. Këta janë të dokumentat e tenderit. Pa ishte një nga dokumentat i thoshte ai bën 2, ti themi kapos ta bëjmë 4. Jo, unë po them nëse ti do ta nxjerrësh, këto janë mund të gjesh një gjë të paratë. Ti e gjen, sepse thua për të ndërtuar këtë server, kompania ka angazhuar 10 programues për një kohë 12 muaj. Ti e ke nivelin e pagave sa merr një programues dhe ja nxjerr koston. Pra parësi se aty duket sikur është ajër ajo, se nuk është shef, nuk është si rrugët që e shef betonin e eprin, është kjo metoda indirekte që ti e nxjerr. Por do duhet të hysh të verifikosh gjitha. Tani, në rastin konkret e ka Akshi, s'pa ka kërkuar sekuestrim për 40 milion euro pasuri, apo ja? Po.
Kjo është pasuria vetëm e këtyre, se po që lidhen vetëm me aktivitetin e akshit, apo dhe me akuzat e tjera? Dhe me falsifikimet ka të pasuritë e personave të dyshuar. Sekuestron pasuritë e personave që i ka. Do vesh në proces 6 orë dhe do shofër, sa e mund tjetë pasurie vën në rëthana tjera. Përse është e lishme, ka 2 momente fizike, me këtë që thotë Tomori. A mund të përlogaritet dëmi? Unë mendoj që në rastin e akshit është shumë e vështirë për të përlogaritur. E para, unë mendoj që këtu nuk kemi nivel ekspertize për ta bërë një gjë të tillë. E dyta, do dojë të hetohet që nga tenderi i parë deri tek i fundit për të parë shërbimin që është dhënë e të tjera me radhë, gjë që është e pamundur, pra nuk mund të nxjerrësh një dëm vetëm për një kohë të caktuar. Çështja është që ajo çfarë është e rëndësishme sot është jepet fund modelit se si është funksionuar tek akshi. Pra dikur ishte... Jo se ka model tjetër, pret modeli tjetër tani. Qofse ne do vazhdojmë të bëjmë gjitha modelet e akshit, i bëjmë me pistolet e koka, hajde pastaj ta zgjua mund të... Ka drejtë tani, është thjesht në kriminologji, kur zbulot një metodë, do në kriminele do zgjidhet. Ajo po ndodh çfarë bën, e shkrin akshin, po e shbën akshin tani. Po që të bëj një... Do ta katandisin me një drejtori... Jo, skema është ndryshe, Klod, lutem, shumë ekonomike dhe shumë e rrezikshme. Skema është që akshi po krijon një kompani. Kompania do krijojë ca kompani tjera. Regjistër tjetra atë çfarë po thoja. Pra shahat janë fond i ri me cilin do akshi do jetë institucioni buxhetor ama. Shiko, akshi po shbehet për t'i vënë puset kësaj gjës që plasi. Shiko, tani do shpikim shahat. Dhe shahat po i shpikin në çdo front. Është metoda me të cilën Klodi, sa mendohet në një llogaritje të përafërt që mund të jetë abuzimi në buxhetin e shtetit në vit? Në vit? Po shiko, këtu ka qenë një kështu mesatare që çdo tender kishte një 20% që... Po kjo ka qenë e vjetër. Investimet... Po shkojnë diku dhe 1.5 miliard euro në vit. Pra në bazë këtij llogarie ti thua që rreth 300 milion euro janë para që korupcione. Tani këto shpërndahen nëse mos mendon njëri që merr dikush. Jo, se ma aty marrin zyrtar, marrin edhe biznesi që hyn ato transaksione fiton diçka vetë, se po mos... Edhe punë bëhen, tani temi ato që është... Jo, unë desha ditë se mund t'jetë vlera vetëm në korupcione. Shiko, për trafikun ka pasur llogaritë tilla kanë bërë italianët shumë vite më parë. Që llogarisën sa mund të jetë. OKB-ja ka bërë llogari për trafikun e drogës dhe për gjithë atje. Po nuk e bën dot për teknologjinë e informacionit. 10% e drogës kapet në tërë botën nga ajo që trafikohet. 90% qarkullon. 90% qarkullon. Çdo llogarit, në rast se të kapen 10 kg, kanë qarkulluar 100 kg. Ke korrupsioni nuk ka një studim të tillë për të arritur të që nëse 3 miliardë është buxheti i shtetit, pra nëse më përpara u gjetur 20%, te 5 doja shkoj 100%, te akshi shkoj me pistolet në kokë. Pra, ideja është që nga 20% që ndikushëm, 5 doja ja kalon të vetes, është një element shumë i vjetër. Do një ekspertim kontabël, pra. Kishe më parat. Atëherë, në qoftë se ne shohim, kush i ka ndjekur deri diku me kujdes, qoftë edhe në raportime mediatike, ato që kanë dalë nga të gjitha ato tenderat që u listuan në fillim, duke filluar që me akshin inceneratorët, unazën, asgjë nga këto nuk është hetimi kulluar me metodologji. Pra në asnjërin rast nuk është thënë kemi marrë këta ekspert, kemi vlerësuar që ky tender ka një shkelje të këtij ligji. Në të gjitha këto kemi një vepër e ngritur, pra një akuzë e ngritur, qoftë edhe me një kallëzim penal nga një grup OJF, parti politike apo subjekte, apo dhe anonim rast pas rasti, dhe më pas ka pasur metodologjinë e hajde të fusim në përgjim. Qoftë përgjime ambientale, qoftë përgjim duke marrë telefon, duke marrë kompjuter. Me telefoni kanë kapur shumë. Dhe me kompjuter, sepse dhe kompjuter. Atëherë, ajo që kemi është që kush ka punuar smart, ka shpëtuar. Ata të cilët kanë lënë nam duke folur në darkë me bashkë të korruptuarin, ata kanë mbetur aty. Tani problemi është që edhe tek dëmi ekonomik, ne dim që Se edhe këtu çështje zgjuarësie që ka. Po patjetër, kudo është çështje zgjuarësie, çështje smart. Pra, ai i cili ka lënë gjurmë që ka thënë unë mora këtë, fitova këtë, sa shtëpia u shitën, sa shtëpia u blen, sa prona u bën, edhe ato faturat skandaloze, sepse ajo fatura e çokollatës, ajo është shpenzim fiktiv, pra ai është rushfeti i cili nuk të del më me thes, po të del me llogari, apo kompania e zotit Agasi, i cili në një farë mënyrë nga një nga këto kompanit kishte një tërn, pra kishte një xhiro vjetore dhe një fitim vjetor që ishte 98% e lekëve që arktohej. Pra ai vetëm fitonte, nuk bënte shpenzime dhe kjo ishte i qartë, ishte ke Open Corporates, po të shikoje grafikun, fitimi dhe xhiroja vjetore ishin aty. S'ka shans, do me thëmë të duhet jenë këtë 30% që fitimi një kompanie, bile në vitin e parë... 98% ishe fitim? Po, 90%, sepse ishe vetëm arktime.
Pra, këtu, ata që s'kanë pasur, ata që kanë punuar sërbes, ka investime, kanë bërë fatura fiktive që kanë qenë rrushpete, kanë bërë deklarata lartë e poshtë, kanë përdorur kompjuterin e zyrës private për të bërë termat e referencës së tenderit, ata kanë ngelur aty sepse metodologjia akshit është metodologji përgjimi, faktimi, nuk është metodologji e doktrinës, që ne kemi këtë tenderi dhe vërtet është shkelur dhe këtu ka një dëm ekonomik. Pra, unë mendoj që do jetë shumë e vështirë të faktohen dëmet e vërteta dhe do mbeten vetëm disa dëmet të cilat janë vetë deklaruar në këto përgjime, të cilat edhe këto do shohin për efekt procedura, apo a do mbeten si prova, apo gjatë procedurës edhe do rrëzohen, sepse ndonjëherë hetimet që dalin në pamje të parë do mbeten. Por, mënyra se si, sepse akshin e na ka përfshirë drejtorinë e tatimeve, sot po dalin dhe po thuhet si është e mundur që faturat të tilla janë audituar, janë kontrolluar, por nuk janë verifikuar, se nuk mundet një kompani e teknologjisë së informacionit të faturoj për një kompani çokolladesh. Ti mund të faturosh për një... Nuk ka shanse të bëhen ato, po nuk ranë gjitha... Atëherë, kemi një hall, pra prandaj është grupi strukturuar, që kur është planifikuar, që kur është miratuar buxheti i shtetit, që kur është thënë sa projekte do i çojmë në teknologji informacioni, që kur është vendosur cilat databaza do bëjmë, që kur është vendosur si do i centralizojmë të gjithë punonjësit dhe o të vinë të kenë shef këtë dhe të firmosin në këtë strukturë ose nuk mund të rinë në për drejtorira. Pra, kjo është vërtet një skem shumë e shumtuar që na vjen dhe për fat keq duket sikur edhe është dhe shumë e dëshpëruar sepse nuk po shohim një rezultat që dikut goditet ose të ekspozohet korrupsioni dhe të kemi një moment që kthehemi tek diçka që është më e mirë ose më cilësore ose një zhvillim tjetër që kështu që jemi patjetër që ne u ndaluam gjatë ke akshi, por të gjitha ato lista është listë, për shembull nuk ka ngel asnjë lloj forme skem. Qofse për akshin thamë që është kjo fiktiviteti, është krimi organizuar, është struktura që i bën gjitha serbes me të gjitha institucionet, i centralizon, i decentralizon, ke inceneratorët është dhe më rënd, janë vendimet Këshillit Ministrave që i filluan të procedura. Kemi kompanit fasad dhe kompanit guack. Sot e kësaj dite ne nuk e dim ku shkuan paratë e inceneratorit. Është vendimarrje politike që të çonë në korrupsion. Dhe kam pyetjen tjetër. Zakonisht nga pretendimet e ngritura nga prokuria, po i kthehem prap statistikave, sa përqind vërtetohen? Për pretendimet për provat, për akuzat dhe në fund, në Shqipëri fatmirësisht 99%. 99%? Akuzat kur shkojnë në gjykata, kemi shumë pak pafajësi në Shqipëri, se që të kuptojmë për faktimin e akuzave që ju thoni, do të shohim vetëm statistikat e pafajësive. Një pjesë e këtyre ka në një nen që të dënon për pakujdesin vjedhje? Pakujdesi, ka vetëm vrasje dhe plagosi, jo pakujdesia. Pakujdesin vjedhje nuk dënohesh. Ka vetëm vjedhje nëpërmjet shpërdorimit detyrës, që çuditërisht nuk po e dëgjojmë shumë. Vjedhje nëpërmjet shpërdorimit detyrës ka si vepër penale, por çuditërisht vjedhje përmes shpërdorimit detyrës. Po është një vepër më vete. Prandaj ajo duhet të zgjerohet diapazoni për të kuptuar që përveç metodologjisë që ndjekin grupet të caktuara për të krijuar korrupsion apo për të vjedhur, duhet patjetër që prokuroria të shtrit drejtimin atë që Aranita e ceku pak po është hetimi proaktiv dhe hetimi proaktiv çfarë nënkupton. Në rast se eksperti kontabël ose eksperti teknik përcakton vlerën e projektit që është bërë me vlerën e tregut, me tërë sistemet që ai ka për krahasim, dhe konstaton që bën 100 milion lek, dhe ti ke harxuar 130 milion lek, nëpërmjet një hetimi proaktiv, duke ndjekur paran, po jo duke ndjekur paran me parrulla, po duke ndjekur paran nëpërmjet përgjimit, nëpërmjet metodave speciale që mund të jetë një infiltruar, një penduar, dhe celulari nuk është përgjim, është këqyrje që i bëhet, pasi e kapin, jo se e përgjojnë në mënyrë reale. Jo që është debat tjetër, është post factum. Ideja e hetimit proaktiv është që këtë 30 milion që ti të gjesh se ku po shkon ky 30 milion shi. Atere ne po do flasim për sigurisht shumë të mirë. Këto lek, shikoje në për ndërtime, në për pasurit paluqme. Shkojmë pasaj të një problem shumë më i madh, ke pastrimi produkteve veprës penale që Mani Valing, që trajton Shqipërinë si një sistem i cili është hibrid dhe gri, për këto arsye, sepse ne kemi shërbimet e lira që quhen noteri, i kemi me probleme përsa i përket regjistrimit të pronave, kemi ato që quhen pronarët përfitues fundor, të cilat nuk janë përcaktuar sakt, kemi hipotekat të cilat nuk përcaktojnë sakt
sakt pronën. Dhe të tre këto element të qojnë në pastrim produkteve veprës penale dhe shkojmë ke një dosje shumë e bukur, skem shumë e bukur që është ajo 5D-ja. 5D-ja është me bukur se gjitha tjerat. 5D-ja për të mos kryuar atë pastrimin e produkteve, kryon atë lavatriqen. Ke parasysh makinën kur shtyp atë butonin që të të vija i librëndshëm, edhe ata është u bën. I merrnin lekët, për kur e pan që sa t'ja që japi maranitës ne, që t'na jap 20-30% më mirë, po i mbajmë vetë, po bëjmë shërbime çfarë duhet, dhe ajo është skema më interesante dhe më e çuditshme.